Mirë se vini në Real People. Dielli që ka shumë i fortë sot. Në krahun tim sigurisht që është zona historike, po s'mundet dot pa e prekur edhe pjesën e shtatores Skënderbeut, të Gjergj Kastriotit. Kam ardhur këtu, në fakt, në vendin e atyre të cilët kanë shkruar edhe kanë ndërtuar shumë histori, po ndërkohë nga ana tjetër dua përpara se të shkoj dhe të bëj bisedën time, e cila do të mbetet në memorie edhe të personazhit, edhe në memorien time, po edhe në memorien tuaj. Ju falenderoj shumë që më dërgoni mesazhe pafund për çdo që unë intervistoj. Edhe për ata persona të cilat më sugjeroni në rrjetet e mia sociale, i gjeni në linkun poshtë, linkjet të cilat janë tek përshkrimi, keni faqet e mia për Kace, Florigjini në Instagram, në Facebook dhe më sugjeroni personazhe, ku duhet shkoj, kë duhet intervistoj. Më ndihmoni si gazetar në këtë misionin tim të gazetarisë, po i vetëm tashmë, si freelance. Mos harroni gjithashtu që t'i bëni like videos edhe ta shpërndani, kështu do të keni mundësinë që t'i japim jahon çdo personazh real në jetën tonë. Dhe në fakt këtë e kam arritur me ju, pse do them. Vetëm muajin e kaluar ne kemi patur 4 milion persona të cilët kanë klikuar faqen, kanë parë videot. Një pjesë tjetër shumë e madhe, 600.000 të cilët kanë qenë aktiv gjatë gjithë kohës në video, kështu që dua t'ju falenderoj nga zemra. Po nga ana tjetër keni dhënë kontributin që kur t'isha këtu në qendër të Lezhës, një nga djemt më ndaloi dhe më tha: "Oh, ti je ai tha intervistave reale." Ashtu të ta kem edhe bisedën time me Nikolin Deliu, i cili është personazhi që i ka qëndruar besnik më shumë se sa 20 vite, punës së tij të zakonshme, të thjesht, dhe ti nuk e evoluar edhe në epokën e AI-t. E di Nikolin çfarë është AI? Inteligjenca artificiale. E ke lexuar për të? Kam lexuar shumë po. E di. Në celular ke AI? Ja, nuk e kam. Nuk e ka? Nuk e ke shkarkuar? Ja. Po pse? Sepse s'para merrem shumë me celular. Nuk e ke qef celularin apo nuk di ta përdorësh? Jo, s'është problemi që s'di ta përdori, por nuk e kam qef. Kam edhe probleme me syt. Me Lezhën e ke lidhjen e fortë, Nikolin? Me Lezhën kam lidhje se kam lind këtu. Këtu linda. Po. Sa vjeç je? Ja, këtu ke lagja vjetër. Ku e ke pas shtëpinë? Ja. Kjo është lagja vjetër, mundën qendër. Kur thu kjo është lagja vjetër këtu ku janë rënojat? Po, komplet është lagja vjetër kjo. A pse kjo ka qenë e gjitha lagje, kjo ka qenë lagje e vjetër e Lezhës? Po, nga Pallati i Kulturës deri tek ura e vjetër, që është pas tyne. Po pse s'ka sot asnjë ndërtesë? Sepse ra tërmeti i 79 në atë kohë. Dhe kishte damet konsiderueshme, pastaj u shëm për të bashkë shtëpia të reja për njerëzit. Pse ti e ke kapur atë tërmet, ë? Po, kam qenë i vogël, po e kam kapur. Sa vjeç ke qenë? Mund kem qenë ke 15 vjeç kështu. 15 vjeç. Ku ke qenë kur ka rënë tërmeti? E kam qenë në fshat atje. Ke qenë në fshat, ë? E ndjeve? Patjetër. Patjetër se ndjem. Ka që fort ishte lëkundi? Patjetër, shumë i fort. Ti ke qenë në shtëpi, ke qenë... Jo, kemi qenë në shkollë. Në shkollë, ë? Po, më sa kujtoj. Çfarë mban mend? Me aq pak sa mban mend. Aq pak që më mendon për qytetin që ra tërmeti i fuqishëm. Njerëzit morën ato iniciativat e veta pastaj për ta rindërtuar. Sepse ishte edhe koha që edhe... Po nga dita e tërmetit u friksove, si njoftoheshin njerëzit në atë kohë, se telefona s'kishte? Atëshi, ishte më anë fjalëve. Ndodhi kjo, ndodhi ajo. Shumë ndodhi në Lezhë. Shkolla u shkatru? Shkolla po. U shkatru, ë? Shkatru, normal, është ba shkolla e emës. Po në i fëmijë është dëmtu? Jo. Asnjë, ë? Po njerëz që humbën jetën? Njerëz ka pas njerëz që kanë humbur jetën këtu fare. Thjesht kanë marrë shtëpiat ato plasaritet e veta. Dhe pastaj u rinërtu. Ja kuptoj. U rinërtu në pjesën e tjetër të kësaj zone. Le të themi në Lezhën e re. Po, ishte re. Lezhë e re asaj kohës, ë? U morë parasysh kur u bën ndërtimet që mos na binte në një tërmet tjetër, se në atë kohë ka qenë tërmeti i Shkodrës. Po, si hapësirë. Si hapësirë. Pastaj ka kapë edhe Lezhën. Në Shkodër gjithashtu u bën nami atëherë. Patjetër që është nami edhe atje. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Florigjini.